Monika Kryemadi ka shfaqur hapur qëndrimin e saj në rast se do t'i shkonte një ftesë për të marrë pjesë në Big Brother VIP. E pyetur nga gazetarët e Andale nëse do të pranonte të bëj pjesë e shtëpisë më të komentuar në Shqipëri, Kryemadi tha se tipi i saj nuk ja lejon që të qëndrojë mbyllur. Ndërsa për opinioniste të këtij formati, ajo pohoi se do t'i pëlqente. Duke marrë parasysh se si Monika Kryemadi është e drejtë për drejtë dhe me deklarata bomb, mendojmë se do t'ishte e dura për një format të tillë si Big Brother VIP Albania. Pyetja që ju drejtua Kryemadit ishte: a do të pranoje të ishe opinioniste se ti je shumë e fortë në opinionet e tua? Kryemadi thot: opinioniste do ta bëja, mund të jemi çike drejt për drejt për shkak se ndoshta mendoj që ka ikur koha e të qenurit me Lajle Lule, sepse njerëzit nuk kanë kohë për të humbur. Mendoj që është koha për të folur drejt për drejt dhe t'i fusësh njerëzit në temë. Ndoshta mund të jemi interesante në Big Brother, por nuk e di sa produktive do të jem për produksionin, sepse mund të krijoj probleme. Por a do t'jetë apo jo, dhe nëse kjo deklarate ish deputetes ka shkuar në veshin e produksionit, nuk ta mbetet gjë tjetër veç se të presim dhjetorin.